Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Qëndroni me mua të përgatisim së bashku ëmbëlsirë pa sheqer, pa miell, është kaq e shijshme, e shëndetshme, mund ta konsumoni në çdo vakt dhe është një ide e mirë për syfyr nëse mëngjesi juaj i preferuar është i ëmbël dhe kështu do ta konsumoni me ndërgjegje të pastër. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Për këtë recetë na duhet një banane. Duhet të jetë e verdhë, pra e pjekur mirë. Do ta ndajmë në copa dhe do ta shtypim me ndihmën e një piruni derisa të na formohet si një masë pureje. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Pothuajse çdo ditë postohet nga një recetë. Janë receta të thjeshta, të shpejta, me pak përbërës, të cilat unë i përgatis për familjen time dhe i ndaj me ju për t'ju dhënë një ide për vaktin e radhës dhe t'i përgatisni lehtë në kuzhinën tuaj. Pasi bananen e kemi shtypur, derisa të arrijë këtë masë pureje, do shtojmë një vezë dhe 250 gram kos. Dua të theksoj që kosi duhet të jetë i trash, ose kos shtëpie, ose kos i bler, por si të quhet ndryshe kos grek, pra i trash dhe jo i holl, kjo për arsye sepse pas pjekjes mos të bëhet një masë e qullët, pasi nuk do të arrijë masën që duhet. E përziejmë shumë mirë derisa të na formohet, kështu si tregohet në video, e lëmë një anë, ndërkohë na duhen 2 lule shtrydhe. Lule shtrydhet i pastrojmë shumë mirë, unë i laj gjithmonë me ujë dhe me sodë, i lë pak minuta aty dhe më pas i pastroj dhe i kam gati për t'i konsumuar. Duken të pastra, por kur t'i vendosni në ujë me sodë, aty do duken se sa të papastra janë, kështu që është një frut i mirë, por do pa kujdes në larje. I presim në copa. Unë kam përdorur lule shtrydhe pasi ka dalë në treg tani edhe sot bleva për herë të parë lule shtrydhet e para, më pëlqyen shumë, ishin të ëmbla dhe kishin një aromë fantastike. Nëse nuk ju gjendet, mund të përdorni çfarëdo lloj fruti të preferuar, ose moll, ose mjedra, boronica gjithashtu, dhe një lule shtrydhe do ta shtojmë në masën që përgatitëm me bananën, miellin dhe kosin, do ta përziejmë. Do ta vendosim në tavën e pjekjes. Dua t'ju kujtoj se këto masa që po shihni në video janë për 2 persona. Pra, unë kam pjekur 2 tava të tilla që shihni në video. Mund të duket pak, por ju siguroj që pasi ta konsumoni do t'jeni super e ngopur dhe nuk do keni as pak dëshirë më për ëmbëlsira të tjera. Gjithashtu mund ta përgatisni dhe ta merrni me vete edhe në punë për ato raste kur preferoni që të konsumoni diçka të ëmbël. Lule shtrydhen tjetër e vendosim në sipërfaqe. Tavën do ta pjekim në 180 gradë për rreth 25-30 minuta. Keni kujdes pasi është një ëmbëlsirë delikate e cila mund të digjet shumë shpejt. Pra pjekja varet gjithmonë në varësi të sobës që keni. Shoqërojmë me 2 arra të thërmuara dhe 1 lugë gjelle mjalt. Vetëm kaq që duhet dhe e keni gati për ta konsumuar. Ju sugjeroj ta provoni pasi nuk do të zhgënjeheni dhe nëse do ta provoni ose nëse ju pëlqen kjo video, pres përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit që më ndiqni.